Përshëndetje miq, është koha të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse e ngjarjeve dhe ndodhive në nivel global. Analizë kjo dhe ngjarje këto, të cilat imponohen dhe ndërthurren fillimisht me luftën në Ukrainë e më pastaj me luftën në Gaza e me shpresë të madhe se përfundoi dhe më nuk do të rinisë. Gjatë shpjegimit të këtyre ndodhive, ngjarjeve, datave, emrave dhe të tjerave, ju do të shihni edhe vetë se në çfarë paskësh shpresuar njerëzimi në fund të shekullit të kaluar se do të gjej në mileniumin e ri e me çfarë më pastaj qenkësh ballafaquar në vitet e para të shekullit 21 apo në fillimet e mileniumit të ri. Në këtë video këto, e her pas here në disa të tjera në të ardhmen, jo një pas një, po her pas here në disa të tjera në të ardhmen, do të shqyrtoj me izën e Zotit ndryshimet kryesore, gjeopolitike, socio-ekonomike dhe kulturore që kanë ndodhur gjatë 25 vjetëve të fundit. Ngjarje ndoshta të pabesueshme për shumë nga ju të cilët po më dëgjoni dhe më përcjellni. Natyrisht, përgjatë trajtimit të kësaj teme apo këtyre temave, nga unë, sikur asnjëherë më parë, nuk do të dëgjoni parashikime, sepse parashikimet edhe ashtu nuk i kam marak, por do të dëgjoni reflektime të një realiteti me të cilën ne po jetojmë sot, gjenerata e jonë. Po e marr guximin me e bo një farë deskriptime, një farë përshkrimi, me sa vjen. Ata të cilët janë serioz në leximin e analizave serioze, të shkruara nga njerëz serioz, ekspert serioz. Dhe ata të cilët janë të ngritur intelektualisht, nuk pranojnë lehtë të bien viktima të senzacionalizmit që ka kapluar të gjitha format e medjave dhe informimit në botë. Sigurisht se këta njerëz nuk pranojnë asesi të lëshohen aq lehtë në pohime e konstatime e konkluza dhe deklarata të ndryshme se kinse atë që e thojnë si parashikim për të ardhmen është si një dhe një bëjnë dy. Të ardhmen e parashikojnë vetëm ata të cilët personaliteti i tyre i intelektual ka mangësi të mëdha. Personaliteti i një intelektuali të vërtet duhet të ngritet mbi bazën e leximit të drejtë dhe objektiv të së kaluarës, të vështrimit të tanishmës, duke e sintetizuar me të kaluarën dhe më pastaj të vija me analiza hipotetike se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen si rezultat i leximit të së kaluarës, sintetizimit të atyre materialeve dhe ngjarjeve me të ardhmen dhe çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. Fjalën mund nga unë dëgjojeni dhe lexojeni me 4 shkronja të mëdha. Mund, jo me shkronja të vogla. Pra, intelektuali nuk vje me parashikime, aq më pak të vje me teori konspiracioniste, të cilat teori konspiracioniste qëllim kryesor kanë mashtrimin dhe devijimin e njerëzve. Qëllim kanë harxhimin kot të kohës së tyre që i dëgjojnë dhe manipulimin e masave për qëllime të caktuara, por kryesisht për përfitime të ulta në dëm të tjerëve. Kjo video, pra edhe të tjera që do të pasojnë,
do të jetë një pasqyrim i analizave në nivel global, duke u fokusuar sidomos në ngjarjet e lindjes së mesme dhe rajoneve të tjera që ndërthurën apo ndikohen nga ngjarjet në lindjen e mesme, e pse jo edhe të ndikohet gjeografia shqiptare. Pra, si fokusim kryesor, jo për diçka tjetër me nis nga lindja e mesme, por për shkak të pozitës së saj strategjike, për shkak të asaj se me të drejtë është quajtur kërthiza e botës, djepi i civilizimeve, vendi ku zbresin fetë qiellore, ku kanë jetuar profetët dhe ku janë ngritur civilizimet më të njohura në historinë e njerëzimit, si e tillë kjo zonë, ky region gjeografik, nëse nuk njihet në asnjë mënyrë, e them në formë sfiduese, nuk mund të njihen realisht dhe në esencë edhe ngjarjet tjera. Pra, njohja e lindjes së mesme, analizimi i ngjarjeve në nivel global që po them, është e pamundën të jetë objektiv dhe i vërtet pa e trajtuar her pas here edhe ngjarjet apo lindjen e mesme. Tek e fundit, si mund të pretendohet se njihen marrëdhëniet ndërkombëtare, politikat ndërkombëtare, nëse lihet anash një region gjeografik me të cilën lidhen dhe ndërthuren si nyje edhe interesat e superfuqisë së tanishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fokusimi i republikanëve dhe i demokratëve, një pjesë e madhe e intelektualëve, e shtresave të ndryshme akademike, e potencialeve të tjera shoqërore në SBA, derdhet dhe hargjohet, ndërthuret, sidomos me lindjen e mesme e në veçanti me Izraelin dhe rajonin në të cilin është Izraeli, pikërisht me Palestinën. Prandaj, edhe mos me dasht, nëse pretendohet se po flasim për analizimin e ngjarjeve globale, është e detyrueshme të përmendet me patjetër edhe lindja e mesme. Po e nisi miq nga fillimi i këtij shekulli, nga fillimi i këtij mileniumi, të cilën njerëzimi e priti me shpresas të mëdha se do ta jetojmë një jetë më të mirë se sa në shekullin apo mileniumin e kaluar. Njerëzimi i lodhur nga 3 luftrat e kaluara botërore, lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore dhe lufta e ftohtë, që natyrisht ka qenë luftë në nivel global, luftë botërore, përfundimi i tyre, pastaj ndihma që ju bo Bosnës e më pastaj edhe Kosovës me ndërhyrjen amerikane, me ndërhyrjen, iniciativën dhe insistimin e Bill Clinton, njerëzimit i dha shpresë se mileniumi i ardhshëm, shekullin 21, do të jetë shekull i paqes, sepse po mbyllen luftat e mëdha, gjenocidet, masakrat po mbarojnë dhe se ndaj këtyre gjenocideve dhe masakrave po ndërhyjnë fuqit e mëdha e sidomos po i stopon dhe po i lufton fuqia ushtarake, diplomatike e gjithanshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu miq, në fund të shekullit 21, njerëzit në fund të shekullit 20, njerëzit menduan kështu. Njerëzit besonin se ky milenium, ky shekull do të vijë më i mirë. Dikush, megjithatë, sërish mund ta shtroj pyetjen, pse u krijuar një vetëdije e tillë se mileniumi i ardhshëm do të jetë më i mirë? Po e përsëris.
për shkak se Amerika e fitoi fillimisht luftën e ftohtë, e rrëzoi Bashkimin Sovjetik dhe u pa një supremaci e gjithanshme e shëbave që përreflektonte në proceset dhe në jetën shoqërore të shteteve. U pa dhe mendohej se do të ketë një fuqi dominuese në botë e cila do të luftoj, ose jo do të luftoj, por do të luftoj për përhapjen e vlerave liberale me një kapitalizëm të tregjeve të hapura. Shumë aspekte të jetës socio-shoqërore, socio-ekonomike dhe politike amerikane kishin filluar në ndërkohë që të imitoheshin e fillimisht të mbështeteshin, të pranoheshin për të mirëqena në shumë pjesë të botës. Kjo gjendje e krijuar, kështu e krijoi natyrisht mendësinë se me një Amerikë të tillë para neve, si udhëheqëse e botës, shekulli 21 do të jetë shekull më i qetë. Një arsye tjetër pse njerëzit menduan kështu ishte edhe Bashkimi Evropian, që mori hov, që po lëvizte në mënyrë të pakthyeshme drejt një modeli të tregjeve të lira, i frymëzuar sidomos nga modeli amerikan, aq sa edhe nga idealet qytetërimore evropiane që janë të ngulitura në boshtin kurrizor dhe në palcën e kulturës dhe civilizimit evropian. E treta, pse u mendua ashtu? Kina, veçanërisht pas antarësimit të saj në Organizatën Botërore të Tregtisë, OBT. Në Amerikë dhe në pjesë të tjera të botës, ky antarësim dha shpresë dhe pritej që gradualisht Kina do t'i afrohej sistemit ekonomik amerikan. Dhe sipas vlerësimit të shumë njerëzve, analistëve, për atë sapo arri t'i lexoj dhe t'i përcjellë, shkruhej dhe mendohej se ky antarësim i Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë do ta shtynte Kinën dal nga dal, por me siguri drejt një hapjeje më të madhe politike dhe ndoshta, shkruhej, drejt një erozioni të brendshëm të ngadalt të ideologjisë së Partisë Komuniste në pushtet, në Kinë. Tjetra, edhe Rusia miq, trashëgimtarja famkeqe e Bashkimit Sovjetik famkeq. Mendohej gjithashtu se do të jetë në të ardhmen një aleat perëndimor që do të hiqte dorë nga ajo pelerina sovjetike, ekspansioniste, komuniste apo me ngjyra të tjera, dhe se tani tutje do të përfaqësonte idetë dhe kulturën, vlerat kulturore perëndimore. Shkojmë të poshtë, sa i përket jugut global, ekuator e të poshtë. Amerika në të gjitha vendet, mos them çdo qytet, filloi të admirohej në përmasa të paparashikueshme. Jo vetëm për shkak të fitores në luftën e ftohtë ndaj bllokut socialist, por shumë më tepër për shkak të aftësisë së saj ekonomike, kreativitetit intelektual, artistik dhe zhvillimeve marramense teknologjike që po bëshin nga ndej. Një arsye tjetër që ndikoi kështu në këtë jugon global ishin edhe ato energjit pozitive të cilat po vinin nëpërmes medjave
në përmes filmave, në përmes Hollywoodit dhe po shpërndashin në përbot, e një ndër faktorët kryesor, ndoshta do t'ju vi i çuditshëm miq, ka qenë edhe ajo fytyra e qeshur, njerëzore, humane, e presidentit Amerikan, Bill Clinton, i cili në vitet 1990 po shkëlqente vërtet si një yll i rënë nga qielli në tokën ku jetoj. Ndalja e luftës, nuk e di e përmena pak më lart, ndalja e luftës në Bosnjë, e sidomos ndërhyrja ushtarake kundër Serbisë për ta shpëtuar një popull me shumicë dërmuese muslimane, botës i dha një shpresë, apo e krijoi një botkuptim gjithandej në botë se civilizimi perëndimor i paska të i kaluar mbase edhe parametrat dhe kufit apo për kufizimet edhe fetare. Se një shtet i cili udhëhiqet nga një politik protestante, si nga republikanët, si nga demokratët, qenkësh ky shtet dhe paska arritur në këtë nivel civilizime sa të shpëtoj edhe shtete dhe popullata me shumicë dërmuese muslimane. Duke pritur këtë jetë dhe këtë jetë në paqë, në solidaritet, njerëzit fillun me ndrue prosperitetin e gjithanshëm të jetës. U kriju një ambient, dhe unë i mbaj men ato, i lexoj, i kujtoj ato shkrime, ato gazeta, ato revista, ato studime, jo globalizmi kështu, jo Amerika kështu, jo kultura perëndimore, demokracia perëndimore, ky djep i civilizimit, ky tjetri djep i demokracisë, ky po i ndihmon muslimanëve, ky knej, ky ka, në lindjen e mesme po bëhet çdo gjatë kundër ekstremizmave për ta eksportuar lirinë e njeriut, lirinë e shprehjes, lirinë e femnës, demokracinë dhe të tjera. Njerëzit në këtë atmosferë natyrisht se u kapluan dhe ishte shumë normale të mendonim, si pjesa asaj plejade dhone, ta shti vetveten se do të ketë prosperitet të gjithanshëm. Miq, a mundi me besue se në atë kohë, sidomos ata të cilët i kanë përcjell analizat e librat e mediat, as që flitej për ndonjë luftë të re botërore. Leje të nxehtë me armatim, luftë bërthamore sene, pas që do të flitet për një luftë të ftohtë tjetër të re globale. Shumica e shteteve të botës i fillun të japin përparësi, harxhonin miliarda njerëz kuadro në reforma ekonomike për të kapur trenin e globalizmit me aromë amerikane. Hapja e KFC-ve, nga rasti ma i ullët, i Burger Kingave, i McDonald'ave, i Coca-Colës, i veshjeve amerikane, i farmerkave amerikane, i emitimit të programeve, emisioneve televizive, i mënyrës së të folurit të gruas sidomos, sepse Hollywoodi i servante dhe i eksportonte në përbot. Mënyra e shprehjes, e ullës, e veshjes së politikës, liderëve politik, mënyra e komunikimit, dalja para kamerave, sporti, gjithandej, basketbolli, të gjitha këto ishin armë apo fishek, ta quaj në mënyrë figurative, të fuqisë amerikane që po mbërthente botën nën sqetullat e saj. Dhe shtetet në të cilat elitat intelektuale
nuk lejoheshin që të dëgjoheshin nga masat, për kundrazi shtypeshin, për kundrazi shkileshin, diskreditoheshin se janë kundër demokracisë dhe vlerave njerëzore, këto shtete sidomos dhe ishin me shumicë në botë, sepse shumica ishin mashtruar e them me plot goje, besonin se paqja do të jetë në botë. Dhe si qershia mbi tortën e helmuar, laicizmi, sekularizmi, i cili do t'i mshon shkelmin e fundit fejes nga jeta njerëzore, njeriun do t'a liron nga prangat e së kaluar, dhe se historia dhe historicizmi në të ardhmen do të shohin se çfarë tragjedi i paska sjell feja në të kaluar e njerëzimit dhe çfarë të mira materiale i solli sekularizmi. Ka pas njerëz atëherë, edhe në Kosovë, mbase, sikur në këtë botën, e ndoshta edhe ky njeri të cilën po e shihni tani në ekranet tuaja, e kanë ngrit zërin her pas here, për atë sa kanë pas mundësi të thotë se sekularizmin në fakt nuk është lirim nga robëria e fejes, por është një armë shumë e rrezikshme për ta liruar njeriu, për ta kthyer në skelet të vërtet, vetëm si një skeletum, dhe për ta veshur me një mish të ri dhe me një shpirt të ri i cili po vinte si rezultat i përpjekjeve disa dekaqe të kësaj fryme, e cila shpresohej se ishte më e mira dhe në 25 vjetët e fundit u pa se çfarë paskësh qenë. Andaj miq, edhe njëre po kthehem te lufta e Gazës. Në asnjë mënyrë njerëzit nuk do t'i kishin pranuar këto çasje dhe këto analiza për të mirëqena, pa e pa se çfarë ndodhi në Ukrainë, si u shkel dhe u mashtrua nga të dy anët populli i Ukrainës dhe çfarë më pastaj ndodhi në Gaza. Lej ngjarje të tjera në lindjen e mesme. Eliminimi total i qëllimshëm i një popullate të tërë është rezultat i asaj mendësie të cilën e kishte sjell çejreku i parë i këtij mileniumi dhe këtij shekulli, ndërsa kjo mendësi ishte kupolla, maja e piramides, e atij trupi, e atij substrati me ato themele të cilat ishin vendosur si themele të rendit global, rendit botëror që nis me pas luftën e dytë botërore. Duke pritur njerëzit me këto ëndra me sy qel, e përsëris pritnin se do të ketë prosperitet të gjithanshëm. Përveç kësaj, miq, duke e prit trenin e globalizmit me aromë amerikane, u pa se vërtet ose nuk paskëshqen çdo gjë e tillë siç ndrohej në horizont. Në atë kohë po shihej një lëkundje ekonomike dhe politike e gjithanshme në botë, në të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që do të jenë model që duhet pranuar, por filloi të shihet dal nga dal në fillet e para të këtij mileniumi se po vije jo gjithmonë si rezultat i vullnetit të lirë të njerëzve dhe shteteve të pranojnë, por si një fuqi edhe imponuese sa herë që ka nevojë. Nocioni i konkurrencës strategjike në sferat politike dhe ushtarake në fund të shekullit të kaluar kishte mbetur si një faqe e pluhrosur, apo po mbetej si një faqe e pluhrosur e mbyllur në kopertinat e historisë së kaluar. Megjithatë,
me fillimin e këtij mileniumi, me fillimin e këtij shekulli, nisen disa kriza, sidomos në 10 vjeçin e parë, të cilat tani më po dalin si shkëndija të reja, se bota nuk do të bëhej siç mendohej, ndrohej e shpresohej në fund të shekullit të kaluar. Menjëherë filloi një përplasje serioze në tregjet globale të aksioneve. E mbaj mend në vitin 2008 dhe 2009, derisa isha ende po jetoja në Dubai, kriza globale ekonomike se si lëkundi themelet në mënyrën më serioze të deri atëhershme të rendit ekonomik global. Rrjedhimisht nga kjo vijnë edhe përplasje serioze, politike dhe natyrisht strategjike midis shteteve. Po sot, miq, si është situata? A thua si po e shohmi ne gjendjen? Apo përpuset me këto që po i them deri më tani, duke i analizu, sintetizue para dhe pas vitit të ri të vitit 2000, apo po e pasqyroj një realitet ndryshe nga që e kemi shpresu, e ndryshe më pastaj që e gjetëm. A po i përngjet thjesht fund vitit ose fund shekullit të kaluar, apo është diçka që potencialisht jep shenja dhe argumente se qenë kemi mashtruar shumë keq. Unë ju thëm, nëse i shikojmë 20 vjetët e fundit, shohim fillimet e një lufte të re, të ftohtë, së cilës ndonjëherë, duke e trajtuar lindjen e mesme, ngjarjet në Siri, në Irak, do t'i përmeni pak më poshtë, në Libi, në Algjeri paraprakisht, në tentativat për t'i bërë të njëjtat ngjarje në Egjipt, pastaj në për vende të tjera, jo vetëm në lindjen e mesme, në synin tim shiheshin dhe reflektonin një realitet krejtësisht tjetër nga që shkruhej dhe lexohej në për mediat perëndimore. Kështu miq, vazhdoj me analizën. Sot, prap po ju pyes. Më falni. Sot, çka po shohim? Po shohim krejtësisht ndryshe. Kina, për cilën shpresohej se do të hante një erozion nga brenda sistemin komunist dhe do ta bënte një shtet perëndimor i së ardhmes, Kina sot në shumë mënyra është shumë më e fortë se sa ish Bashkimi Sovjetik, bloku kundërshtar dhe armiqësor i perëndimit i atëhershëm, madje mund të them me plot fuqi, me plot bindje se Kina sot është shumë më e fortë se ish Bashkimi Sovjetik i kaluar, edhe atëherë kur ishte në kulmin e fuqisë së vet. Shohim ngritje, zhvillime të gjithëmbarshme përveç Kinës të forcave radikale, sociopolitike në gjithë botën, jo vetëm në lindjen e mesme. Shumë prej të cilave dal nga dal, veç kanë nisë të vinë në pushtet dhe në të ardhmen do të jenë fuqi politike të cilat këto forca radikale sociopolitike do të udhëheqin botën. Pra, një gjendje edhe më katrahur se që e shohim sot. Sot, miq, përderisa po peshtroj pyetjen, çka po shohim sot? Shohim revolucione, rrëzime, grushtete që kanë kapluar vendet me rëndësi dhe me peshë në botë.
efektet e të cilave unë mendoj se do të vazhdojnë, dhe jo do të vazhdojnë, por do të bojnë jehon për një të ardhme as pak letë të parashikueshme sot. Prandaj në fillim të videos, teksa e përshkrova çfarë është intelektuali apo niveli intelektualist, është ai i cili, sidomos në këtë ngjarje, në asnjë mënyrë nuk ka bazë që të vije me parashikime dhe konkluza e me matematika se një edhe një bojnë dy është e nesërmja kështu e kështu e kështu. Përveç kësaj, miq, sot shohim formasimin që e konsiderojnë ndër më të rrezikshmet e një lufte kulturore shumë polare. Pse them e rrezikshme? Po të ishte për një nivel intelektual dhe demokratik i botës. Shumë polariteti i kulturave është bereqet. Por, ky polaritet shumë kultura, shumë palshe, ka protagonistët e kësaj atmosfere mbështeten nga identitete fetare ekstreme, shumica prej të cilave janë ndërtuar nga imagjinatat e shtrembëruara, karikatur sesa që janë lexime serioze të historisë dhe të librave të shenjtë në të cilën thirren. Sigurisht se sot shohim gjithashtu inovacione teknologjike që premtojnë, por në të njëjtën kohë, miq, po kërcënojnë futjen e ndryshimeve dramatike që natyrisht se mund të ndryshojnë në esencë edhe jetën njerëzore. Dhe unë, jo pse jam kundër zhvillimeve teknologjike, digjitale dhe formave të tjera të zhvillimeve teknologjike, por se herë që shkenca, teknologjia ka vepruar diçka në kundërshtim me ligjet, me sunnetullah, me ligjet e Zotit në natyrë, natyra i është kthyer bumerang. Edhe tani, këto zhvillime marramense, digjitale që po bëhen në të gjitha rrafshet teknologjike dhe që po prekin në mënyrë dramatike edhe ndryshimet në jetën e njerëzve, njeriu vetë do të ngritet në mënyrë instinktive kundër këtij ndryshimi që i bëhet gjenit, jetës dhe mënyrës të cilën Allahu Gjelle Shanuhu e ka krijuar. Pra, jo gjithmonë zhvillime teknologjike bëhen për një qëllim të mirë. Ato mund të shërbejnë qëllimeve të mira në shoqëri të ndryshme, por nëse për synim kanë përfitime, shkelje, mundje fitore ndaj kundërshtarëve të tyre politik, geopolitik, geostrategjik, ushtarak, siç thot Islami, innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen dhe përfundimet e tyre do të jesin dhe do të bijnë vetëm sipas qëllimeve të tyre. Vepra shpërblehet sipas njetit në Islam. Edhe përfundimi i veprës ka rëndësi të madhe, por jo gjithmonë përfundimi vlerësohet mirë pozitivisht në Islam nëse vërtetohet se njeti ka qenë i keq. Kështu miq, fillimi i këtij mileniumi, sulmet në New York dhe në Washington me 11 shtator të vitit 2001, me një vjet mas i fillon ky shekull, ky milenium, për të cilin shpresohej një jetë e prosperitetshme pas fitores amerikane në luftën e ftohtë, me 11 shtator 2001.
Këto sulme mbi New Yorkun dhe Washingtonin ishin tronditjet e para që po shiheshin aq të frikshme në arenën ndërkombëtare të shekullit 21. Shëbat, çfarë të bëjnë në këtë rast? Botën po e inspironin ndryshe, tani po ballafaqohen me një rrezik potencial nga brenda. Nuk ndajtën duar kryq, e ndjen veten jo vetëm të sulmuara. Washingtoni nuk e cilësoi këtë ngjarje George Bushi, vetëm se po sulmohet shëbaja, por u vlerësua si cënim i së ardhmës amerikane, natyrisht si rezultat kur aeroplanet në mënyrë amatere ndoshta po godisnin kullat binjake dhe po synohej edhe ndërtesa e Pentagonit dhe caqet të tjera në Washington. Ishte hera e parë tani në 100 vjetët e fundit që Amerikanët kishin ndje se një armik pra mund të arrinte jo vetëm në kufit e shëbave, por edhe brenda shtëpive të tyre. Dhe ishte një gjendje e re. Vazhdojmë me analizimin. Si rezultat i kësaj ngjarje dhe i kësaj frike, i kësaj syqelje të amerikanëve, Amerika kësaj radhe e përdori fuqinë e saj, jo vetëm për të shkatërru grupet që e kishin sulmuar dhe tani më po fshiheshin në stepat aziatike, por dhe kryesisht të them, për t'i treguar botës, fillimisht dhe popullit të saj, se mund dhe është në gjendje dhe e gatshme të përdor gjithë arsenalin dhe fuqinë, mbase edhe ushtarake, të pakrahasueshme me asnjë shtet tjetër për të penguar cenimin e ardhshëm që mund t'i bëhet Amerikës. Me sulmin mbi Irakun në vitin 2003, shqeni si nis shekulli 21 dhe si prodhohen ngjarjet domino, që po thojmë të analistat tonë, domino effect, të qeqësh ka hi këtë terminologji. Duke sulmuar Irakun në vitin 2003, pavarësisht retorikës, rreth asaj se Iraku ka pas armë shkatërimit në mas, Amerika, pavarësisht vërtetësisë, po du me thanë, me sulmin e vitit 2003 mbi Irakun, Amerika nuk po hakmerret tani vetëm për sulmet e vitit 2001, për shka akuzohej regjimi i Saddam Husseinit, për kundrazi, Amerika tani në mileniumin e ri po i dërgon të botës një mesazh të qartë rreth aftësive të veta ushtarake, rreth fuqisë të pakontestueshme, se është në gjendje të shkatërroj çdo sfidues ekzistencial në botë që mund të prek Amerikën si shtat, si territor, si histori dhe interesat e saj ku do qofshin në botë. Pra, një farë mesazhi i ruajtjes së rendit botëror, evident apo të ri, por kësaj radhe detyrimisht me përfundimin me përdorimin e luftës. Në Irak, miq, Amerika thekson, flet, jep mesazh hapur se forca ushtarake tani e tutje do të jetë ajo e cila do t'i qeron hesapet me arbisht e saj. Gjatë leximit të kësaj kohe, të atyne revistave që po përmeni shpesh une, miq, kam vrejt ekspert, analist i politikave ndërkombëtare në Amerikë se thoshin përgjigja amerikane ndaj 11 shtatorit ishte e vërbuar
nga tërbimi që mori hav ushtria amerikane dhe administrata amerikane. Dhe se, thuhet gjithashtu, kjo ishte një tërbim i tepruar, dhe se luftrat e Amerikës në Afganistan dhe Irak ishin gabime strategjike. Ju betohem në Zotin, se ma shumë se njëherë kam shkru dhe kam thonë se Amerika nuk gabon let. Ngjarjet e mëdha në botë nuk lindin rastësisht. Luftat mbase edhe midis shteteve normale, sipas mekanizmit të luftës dhe mekanizmit të paqes, procesi i luftës, procesi i paqes, janë një dy teori të cilat përmenden në artin e luftës, në shkencat luftarake. Mekanizmi i luftës, mekanizmi i paqes. Mekanizmi i luftës është rezultati ose është një proces i ndërlikuar, por jo i aty paratyshëm, por i ngadalshëm, duke i mendur gjanat deri në momentin kur përset lufta. Njëjtë kështu, edhe mekanizmi i paqes është një rezultat apo një proces i gjatë i mundimshëm me rënje ngritje, me dështime fitore që bëhet nga palët apo nga një shtet për të arritur paqen. Për këtë arsye, edhe tek rasti i u tërheq Amerika prej Afganistanit, shkrujnë të na këto, dështoi Amerika në Irak, që ta Amerikanë kanë thonë se ishin gabime strategjike edhe atje, se lufta e 11 dhe më thënë pushtimi i Irakut e i Afganistanit e këto ishin një tërbim apo një tërbim i verbuar i ushtrisë dhe administratës amerikane. Kur nuk besoj. Ka qenë program, është mekanizëm lufte dhe mekanizëm paqe, mekanizëm proces për arritjen e caqeve të caktuara. Ata të cilët e përcjellin kanë pas fatin, e inshallah ka shumë ndër ne shqiptarët, me lexue e revistën, me përcjell revistën Foreign Policy. A mund të besoni miq për Zotin? Ajo shka shkruhet Tazami, shembull, në vitin 1978 dhe i bën analizat e sheh se po ndodh vitin 2015. Bile edhe ky Davutoglu, ish kryeministri i Turqisë, Ahmet Davutoglu, e ka një studim global diçka. Po më hupin emnat këto, i shkruan vitin 1996. Kush e ka lexuar çata, edhe kush i përcjell ngjarjet sot, veç thuese Ahmet Davutoglu e ka botën në dorë, sikur që kjo kafja jam këtu në tavolinë, edhe ashtu e rikonfiguru të kurdis që shpo ka qef. Ngjarjet të cilat i ka shkruar vitin 1996, i sheh, i prek me sy, i ndjen lëkur në vitin 2020. A më besoni? Pra, njerëzit që kanë, shtetet që kanë njerëz të tillë, analist të tillë, ideolog të tillë, kardela të tillë, nuk gabojnë, por janë përgatitje të cilat, sikur Charles Peirce, që kur flet për rastin, a ka rast edhe në fenë islame, a ka rast me që ekziston Zoti, caktimi i Zotit, kaderi, kadaja e Zotit, determinizmi, indeterminizmi, fatalizmi, ajo tjetra, ato 5 teorit të caktimi i Zotit në filozofin islame, kush i ka lexue, nuk ekziston në raste, thojnë. Por Charles Peirce, nga perspektiva e një filozofi amerikan, mik dhe bashkëpunëtor i William Jamesit në Harvard, thot se rasti është rezultati i shkaqeve të panjohura për ty. Dhe kur ballafaqohesh me diçka, valla e pash rastësisht e pash filanin në rrugë. Çajo rasti është rezultat i shkaqeve që të kanë qenë ty aty, edhe ata aty, të panjohura
për njëri tjetrin dhe që ti e sheh vetëm rezultatin. Edhe ngjarjet e mëdha në arenën ndërkombëtare mund të jenë të duken të përshpejtuara, të rastishme, të gabueshme, por Amerika nuk ka gabu me tërheqjen, nuk është tërheq nga Afganistani valla gabim i dështuar. Jo, arrihen objektivat, qëllimet, pastaj tërhiqen. Shihen objektiva dhe qëllimet, pastaj futet aty dhe edhe lufta 28 vjeçare në Afganistan. Jo Turqia, këne, jo Bashkimi Sovjetik, i keni një këto që i kom spjegu. Edhe ato janë këtë program. Determinime. Si kur në punë e ekzistencës, që shi determinan i lumi Allah, me caktimin e ti, me ligjet e ti, këshin kërkue me një ven aty, me fol për caktimin e Zotit, si e shahune, a është e shkru me çdo gjë, nuk është. Me izën Allahit kome e shpjegu në një video, edhe ato ngjarje në Afganistan janë të determinuara nga faktor, shkaqe të panjohura për publikun, të panjohura dhe për politikan më me zënë botë, por të cilat dikun në një zyre ato përgatiten dhe skicohen në mënyrën më të perfeksionuar. Amerika i tregoj popullit të vetë, qytetarëve të vetë, se ishte e gatshme dhe ka potencial që jo vetëm armikun të cilin e prej kufirin dhe qytetarin Amerikan, por është e gatshme që ta shtri rrezën e ndikimit edhe përtej Atlantikut, këndej e përtej Pacifikut në anën tjetër. Po i jipte mesazh të qartë Kinës dhe Rusisë, pasardhëses së Bashkimit Sovjetik, se Amerika do të jetë ajo që do ta udhëheq dhe do të vendos për të ardhmen e botës. Nëse nuk po e teproj, apet po detyrohem miq, jo për krekosje, të lutem, ju lutem, mos kur përmeni diçka nga e kalura, mos mi merrni këto se që po thirret me vetën. Zoti më thasht, të ke fundit ato janë para juve, janë 700 shkrime të botuara, i keni unë, janë thanë ato, por teksa po flas këto për Kinën, e për Amerikën, e për këto. Na e kemi thonë se Donald Trump është prurje i mendësisë që është krijuar në konstelacione geopolitike. Është krijuar kushtet, sikur te Charles Peirce rasti, që është rezultat i shkaqeve të panjohura. Është prurje determinuar e dinamikave të reja që u krijuan në botë përgjatë shekullit të kaluar dhe në 25 vjetet e para të këtij shekulli, që të jetë Amerika ajo e cila më nuk dëshiron që të jetë e vetme në rrotullimin e botës në anën tjetër ka dëshiron, të ketë pjesëmarrës të tjerë si Rusia, Kina, Turqia, Brazili, por që fjalën përfundimtare ta ketë zotnia, Donald Trumpi, Washingtoni zyrtar, White House, ajo të jetë përcaktorja, apo që t'ju thët Kinës, Rusisë, Amerikës, lindjes mesme, Amerikës Latine, si kur teoria e Jamesit për Amerikane, doktrina James, kush e prek Amerikën Latine, i ka prek interesat Amerikane, dhe jep grosht Spanjës, Francës, Portugalis, Hollandës, se s'keni shkalyp një ju ma në Amerikën Latine. Pra, i lejon të veprojnë, krijohet Bashkimi Evropian, kooperojnë, por interesat e superfuqis, e bablokit që kollet do të ecin dhe do të ruan. Mesazhi që e dha Amerika në Irak, në Afganistan, u prit
dhe u lexue, pastaj edhe u regjistrue siç është fjalë për fjalë shumë në Moskë dhe në Pekin. Siç u lexue gjithashtu edhe nga aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se nëse interesat e tyre puqen me shëbat, i kanë duart e lira të veprojnë kudo qoftë në botë. Ky mesazh ishte i menduar gjithashtu, e sidomos edhe për publikun amerikan, për qytetarët Amerikës, të cilët po shpresonin për një jetë me paqe dhe me një standard më të lartë dhe më të mirë se më para, dhe ky mesazh ishte se po, me gjithë sulmi që u bë mbi kullat binjake dhe vendet e tjera, ju do të jeni në paqe. Çka u bë mas kësaj? Mesazhi me përfundu vish me Afganistan edhe me Irak? Jo, pritni, miq, i kam edhe një 5 minuta. Islamizmi militant u vnuen target. Talibanët 2, Iraku 3, presidenti Amerikan 4, sidomos presidenti Irakian, sidomos këto u bën fytyrat më signifikante të armiqve më të rrezikshëm të SBA-ve, fytyra këto vesh numra 4, por çdo gjë që ndërthurret me këta 4 numra, që ndihmohen këta 4 numra, që reflektojnë dikun këta 4 numra, që bie ndesh dikun në botë me ndonjë interes amerikan, në cilin do cep të botës, këta 4 numra do të jenë simbolikat se si Amerika do të mirret me armiqet e vet. Pra, kjo atmosferë e krijuar në fillimet e mileniumit vazhdoi duke u rritur dhe duke e quar përpara mesazhin amerikan se ajo do të jetë sundusja e botës. Edhe 2 sene për fund. Me që thate miq, Amerika e ka pa, ashtu e pa tash, edhe Donald Trump që të po mundohet me i përmirësu do sene. Lirisht po them me i përmirësu do sene, me i shtin kalap, them kushtimisht. E pa se, edhe kjo është shkruar në studime në analiza strategjike, në për qëto revista që po i përmendi, u pa se ndryshimi i fitoria e luftës po, fitoria e betejës po, por ndryshimi i mendësisë së njerëzve aty, pas fitores që e bën mbi ta, shumë ma let pas këshqen, me Gjermanët pas luftës së dytë botërore dhe me Japonezët që janë të lindon me një gjend të veçantë. Shumë janë popull krenar, në përmasa patologjike. Askush në Azi nuk i do Japonez, bashkur kushiq. Sepse i ka shkel krejt me Kinë, me Filipine, me teri në Australia ka shkel, ka shkatërrue me një kohë perandoria japoneze, ka bo zullume të mëdha. Pra, edhe në Japoni, edhe në Gjermani, me gjithë luftën shkatërimtare, e ka pa Amerika se ndryshimi i mendësisë të këto 2 kombe pas ka shqenë shumë ma let se ndryshimi i mendësisë mbi kombet e lindjes së mesme të cilat i shkel, i sundon e pastaj edhe i le të qetë. Modeli kryesor janë Arabët dhe Afganistani. Që shaj kanë bo Afganistanit, shaj kanë bo Arabëve, në asnjë mënyrë nuk kanë mujt me ndryshue. Qasjen Afgane dhe qasjen Arabe, po flasim mendësi, jo si elita politika apo intelektuale të shkolluara në perëndim apo në lindje, po flas për mendësi gjithë popullore, nuk ka mujtën me e ndryshuar. Andaj, si fundit, andaj miq të dashur, andaj lindja e mesme për Amerikën, pra që kë jugo global i përqendruar në lindjen e mesme, për Amerikën u bë teatri kryesor i vendosjes së një pasnjëshme të fuqisë ushtarake, ekonomike, diplomatike, kulturore, të ndryshme të amerikanëve.
u përqendrun me që jo me sukses, por pikërisht për shkak se nuk pati sukses të tillë, Amerika filloi të përqendrohet kryesisht në lindjen e mesme, sepse u pa nga vet amerikanët, strategët amerikanë, nga politika e dy niveleve më të larta amerikane, nga analist dhe ekspert amerikanë se për ta ekspozu fuqinë e vet, për ta imponu fuqinë e vet, për ta imponu kulturën e vet, duhet me patjetër të përqendrohet, nëse jo vetëm aty, por me një këmbë shumë fuqishëm vetëm në lindjen e mesme e me këmbën tjetër në krejt shtetet e tjera të botës. Amerika, lindja e mesme, për SBA-n u bë një teatër nga ku, sikur më parë perandoria britanike, perandoria franceze, holandeze, të Hormuzi atje, spanjolle, ruse, e Aleksandrit të Madh, romake, bizantine, hitite, të gjitha perandorit e botës, për ta tregue fuqinë e vet dhe për ta marrë botën në dorë me domosdo, nëse jo me të dy kamët, me kryesorën dhe të djathtën në lindje të mesme. Për këtë arsye sot e shihni Izraelin të ndërthurur kaq ngushtë me Amerikën, për këtë arsye Amerika është në gjendje me dje krejt botën, që mos me e lëkund ekzistimin dhe ekzistencën e Izraelit, sepse lindja e mesme, siç kam thënë më shumë se një herë, me mburrje e them, është kërthiza e botës dhe e cila i përcakton dinamikat, konstelacionet dhe fuqit në nivel global në çdo cep të botës. Lindja e mesme është bërë, sidomos përgjatë 2 dekadat e fundit, në këto 25 vjet të fundit, në të njëjtën kohë, përveç kësaj që thash në fund, teren, pelg, fush, me e kajt dhe teren për testimin dhe eksperimentimin sociopolitik, ushtarak dhe të gjithanshëm në shkallë aq të gjerë sa e gjithë bota, nga Japonia e deri atje në shtetin tjetër, të marrin mësim se çfarë nuk duhet të bëjnë, çfarë duhet të bëjnë dhe si duhet të sillen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natën e mirë.